Kapja oficerëve serb zbulojnë prova tronditëse. 16 shteta serbu arrestuan të shtunën dhe të dielën, ku 4 prej tyre rezultuan të jenë oficer aktiv të sigurisë së Serbisë. Ata u kapën në Gjakov dhe Prizren duke u thuar me automjete me targa serbe. Gjatë kontrollit u gjetën prova që lidhin këta individ me grupin terrorist të Banjskës dhe me inteligjencën ushtarake serbe. Mes provave të gjetura ishin fotografi të hartës së Kosovës, imazhe të pjesëtarëve të vrarë në sulmin e Banjskës, thika dhe sopata. Njëri nga të arrestuarit është identifikuar si i afërm i personit kryesor të dyshuar për vrasjen e rreshterit Afrim Bunjako. Ndaj grupit të parë prej 4 personave të ndaluar në Gjakov, prokuroria ka parashtruar kërkesën për parabogim. Kurse nga grupi i dytë prej 12 persona është ndaluar në Prizren, 10 prej tyre janë liruar, kurse 2 janë ndaluar për prezantim të rënd si pjesëtar të MUP-it serb. Policia e Kosovës ka premtuar hetime të thelluara dhe vigjilencë të shtuar. Tjera detaje i gjeni në telegrafi.com.